amnistia fiskale e maskuar me emrin e paqes fiskale është e rrezikshme. Është e dëmshme për ekonominë shqiptare, por është e dëmshme njëkohësisht edhe për marrëdhënien me partnerët ndërkombëtarë, veçanërisht ato europian. Gjatë javës shkuar kam informuar Komisionin Evropian dhe Parlamentin Evropian në lidhje me rreziqet që ka kjo amnisti fiskale. Dhe rreziqet janë të menjëhershme, të dukshme për ekonominë shqiptare. Së pari njërë është antikushtetuese dhe cënon barazinë para ligjit të bizneseve, të cilët punojnë e operojnë ndershmërisht në këtë vend, e të bizneseve të cilat mund ta përdorin amnistin fiskale për pastrimin e parave. Kanalet të cilat do të hapë për bizneset të cilat nuk janë të ditur dhe të identifikuar që do të përfitojnë, janë burimi kryesor që mund të pastrohen para në të ardhmen në Shqipëri dhe veçanërisht në sektorin e ndërtimit që është kthyer një gangren për ekonominë shqiptare. Po çfarë ndodh konkretisht? Për javë me radhë kam dërguar shkresë Ministrisë Financave, kam kërkuar Ministrisë Financave të bëjë transparencë për paqen fiskale dhe për përfituesit e kësaj amnistie. Cilët janë kompanitë që do të përfitojnë, a janë ato evazor fiskal, a kanë ato përfituar koncesione, partneritete publika-private, tendera, dhe Ministria e Financave ka refuzuar. Transparenca është çelësi, nëse qeveria do ta zbatojë dhe do të shkojë me këtë projekt. Ndërkohë që nga ana tjetër ne kemi detyrim për zbatimin e marrëveshjes të stabilizim asocimit, por kemi njëkohësisht detyrim për të monitoruar pastrimin e parave, për të kontrolluar burimet ilegale që hyjnë në ekonomi dhe për të sjellë siguri për të gjitha bizneset që operojnë në Shqipëri e që do të operojnë në të ardhmen. Ndërkohë që kjo amnisti fiskale vendos një pikpyetje shumë të madhe për çdo operacion biznesi, për ato biznese që do të përfitojnë. Për këtë arsye, edhe në shkresën që kemi nisur në Parlamentin Evropian për Komitetin e Stabilizimit Asocimit, kemi ngritur këto shqetësime. Do të vazhdojmë ta ngrem shqetësimin e amnistisë fiskale, rrezikun për ekonominë, bazën jo kushtetuese mbi cilët ngrihen, po nga ana tjetër dhe rrezikun potencial për pastrimin e parave.